rrjetin e gasit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë kur nuk e kam lexuar si një interes ekonomik i Shteteve të Bashkuara. Për shkak se Shtetet e Bashkuara me një ndërtesë në New York dikon, apo me dy ndërtesa ndoshta do ta kishin profitin sa e kanë në tër Kosovën. Nuk ka qenë çështje profiti, ka qenë çështje kufiri. Për shkak se gjithmonë Në një korridor strategjik, po pra, mos u ndikuar nga po në fund të ditës, a e dini çka nga mbrojnë? Rusia, po. A e dini çka mbrojnë superfuqitë? Ndryshe është kur thot po e mbroj Kosovën, edhe popullatën, ndryshe është kur thot po i mbroj investimet e mia në Kosovë, dhe unë e kam hisa atë. Kështu që unë e kam pa atë si kufi, si vi kufitare deri ku guxon me prek dikush apo nuk guxon me prek dikush. Dhe kjo nuk u bëhet sanaj. Dhe nuk u bë për shkak se si duket nuk i konvenonte ndokujt ai far kufiri dhe ajo zonë edhe interesit ekonomik amerikan, për shkak se të përkrah dikush, sidomos kur je shtet sovran, natyrisht që duhet ketë edhe një arsye. Nuk mund të thuash unë po futem në një shtet të cilin e kam njohur, e kam ndërtuar, e kam bërë sovran, dhe të mos ketë pastaj probleme me shtetet në botë. Do të thotë, gasifikimi amerikan ka qenë një arsyetim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës më shumë se sa një interes ekonomik. Arsyetimi ekskluziv në mbrojtje të këtij vendi, që është interes jetik i yni. Tash nuk e dija janë ardha të baterijat e Albin Kurtit, a i ka ba hala apo jo, po në sende di që na kemi mbet pa gasifikim, rrjedhimisht. Një projekt për strategjik. Rrjedhimisht pa një garancë afatgjate, madje ndoshta dhe do të thoja të përjetshme të sigurisë, për shkak se gasifikimi ka qenë siguri edhe për neve. Nuk u lexova si tillë. Edhe kemi mbet edhe pa baterinë e premtuar të Albin Kurtit.